Një mbledhje mes shefave më të njohur shqiptar, të cilët përfaqësojnë më së miri pasurinë e kuzhinës tonë, do të propozojnë sot 4 receta tradicionale shqiptare që meritojnë të përfaqësojnë kuzhinën tonë në restorantet europiane të drejtuara nga shqiptarë. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Atëherë, ta nisim pak me eksperiencën tuaj në Holland, në botën e gjerë të kulinarisë. Po, unë jam Ultio Veshi, si që statë jetoj në Holland. Punoj në fushën e gastronomisë, menaxhoj 4 restorante në Utrecht dhe plus kam një rrjet dyqanesh të mia në Utrecht. Cila mendoni se është pika e fortë e kuzhinës shqiptare që mund të bëhet e njohur ndërkombëtarisht? Unë sa herë që flas për këtë gjë emocionohem pothuajse shumë. Besoj që ne kemi një plus shumë të madh duke qenë që ne jemi në mes të Orientit edhe të Perëndimit. Është aty ku lidhet çdo gjë, është aty ku bëhet gokla, zakonisht. Kemi influencën e mesdheut patjetër, sepse jemi mesdhetar, po kemi eksperiencën e italianëve, kemi eksperiencën e grekëve, kemi eksperiencën e turqëve. E gjitha kjo ka bërë që dhe kuzhina shqiptare patjetër me rrënjë të forta, ka bërë që të evolojë dhe të bëhet akoma më e mirë, çdo herë më e mirë, çdo herë perfekte siç është ajo tani. Cila mendoni se është pjata tradicionale shqiptare që mund të përshtatet më së miri në restorantet fine dining në Europë? Kjo është një pyetje që besoj nuk më përket mua, ta them, sepse çdo person ka emocionet e tija kur bën menun, kur e shpreh atë menun në pjatë. Unë personalisht jam i dashuruar me tërësisht kuzhinën shqiptare. Unë do bëja një kuzhinë shqiptare fine dining jashtë, jo vetëm një kuzhinë shqiptare, jo një pjatë shqiptare në menu. Do të thënë, është gjyna që do i ngelet qefi pjatës tjetër, po thash vetëm një pjatë. Po jam i dashuruar me çdo gjë, si me roshnicat, me tavën e kosit, dje te shkolla e hotelleri turizmit të ngrëm një petkë të mrekullueshme. Si mund ta lëm për jashtë një petkë të tillë? Këtë nuk mund t'ja përgjigje kësaj pyetjes. Faleminderit. Faleminderit juve. Cila mendoni se është pjata më identifikuese shqiptare që duhet të jetë në menut e restoranteve europiane të drejtuara nga shqiptarë? Çfarë pyetje kjo? Ka shumë pjata. Gastronomia tonë është e pasur, është autentike, pavarësisht ndërhyrjeve të fqinjeve tanë, pavarësisht shumë gjërave të cilat ne si shqiptarë jemi larguar pas viteve 90 dhe donim që të sillim në Shqipëri, donim që të integroheshim me ato. Ishte ajo made in diçka e huaj, Itali, made in Gjermani apo kështu. Dhe ne sot jemi mbledhur këtu për të treguar që jo pak pjata ka. Jam korçar dhe shumë fans i Trahanas. Personalisht e kam shërbyer edhe në Zvicër, si pjatë të integruar me produkte të tjera, po ashtu edhe këtu në Shqipëri. Një diçka tjetër nga ana e ëmbëlsirave, ajo që më pëlqen shumë mbrëm ishte një ëmbëlsirë fantastike, o shafi Gjirokastës dhe përgëzoi shefin Kol Prengën që e kishte ekzekutuar në mënyrë perfekte. Edhe një diçka tjetër nga ëmbëlsirat tona është kabunia e Vlorës, është diçka që është fantastike. Në një ëmbëlsirë futet mishi, futen frutat e thata, futet orizi, pra një diçka e tillë është fantastike. Ajo më intrigon mua si ëmbëlsirë. Kështu që nuk do desha fare që diku kur të shërbej kjo të mos thuaj që është shqiptare. Sepse ka edhe shumë ëmbëlsira të tjera që me përbërës të çuditshëm. Një herë në Stamboll kam ngrënë një ëmbëlsirë me mish pule dhe unë dua, ishte fantastike.
Dhe unë jam shumë fans i kësaj pjate. Sigurisht nuk dua të lë asnjë trep shqiptare mbrapa, si dromzat, si tavën e Elbasanit, apo troftat, edhe shumë gjëra, djatrat që përdorin edhe që prodhohen malsinë tonë të madhe, kërpudhat, frutat e egra. Nuk jam fans i recetave të cilat janë fikse, por jam fans i sezonalitetit edhe i produkteve krahinore, të cilat ndërthuren me njëra tjetrën harmonikisht, në mënyrë harmonike dhe ndërtojnë pjata fantastike. Pra nuk jam një fans që të them shiko, kjo është ajo pjata çka ne. Kryesori është produkti dhe ideja, kreativiteti i çdo kuzhinieri që është për detyrë të ketë idenë, kreativitetin për të ndërthurur këto nga vermoshi deri në poshtë në Ksamil. Kjo është për mua, ndërthurja e produkteve lokale, sezonale, shqiptare. Sergio, përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Mund na bëni një prezantim tuaj. Ju jeni sommelier në Francë apo jo? Po, unë jam Sergio Prelashi, jetoj prej shumë vitesh në Lyon, jam onolog, maître sommelier, presidenti i shoqatës më të madhe shqiptare në Francë, Team Albania les dégustateurs du mondial. Jam distributor i verave të Shqipërisë në Francë, të shumë kantinave shqiptare, jam promovues i vera, jam ekspert i verave tralla, kam një CV pak të gjatë në botën e verave. Dhe vitet e fundit jam duke u bërë një promocion në kampionatin botror të degustimit të verave dhe kantinave tona. Kemi marrë pjesë 4 vite rregullisht dhe mbi të gjitha një promocion shumë të madh në restorantet me hyje franceze si Paul Bocuse, Georges Blanc dhe Maison Blanche, ku për herë të parë prej 100 vitesh ekzistencë në menun e tyre ekziston vera shqiptare. Paul Bocuse ka një kartë menuja për 6.000 verash dhe për herë parë kemi arritur të fusim verat e kantinës Arbri dhe kantinës Alpeta, Kalmetin dhe Pulsin. Në Georges Blanc gjithashtu kemi verën Kalmet të kantinës Uka dhe Pulsin e kantinës Pupa, dhe në Maison Blanche kemi Serinën e kantinës Pupa dhe Cerujën e Ukës. Janë 3 shtyllat e gastronomisë franceze që sot prej 100 vite histori klientët e tyre kanë mundësinë të pinë verat shqiptare që i adhurojnë, sepse normalisht kemi krijuar dhe historikun e këtyre verave në bazë të rrushit autokton që ne kemi këtu, në bazë të terroirit të paprekshëm nga pesticidet, nga fungicidet, nga çdo lloj produktesh kimike që bota sot ka, ne nuk i kemi, dhe kjo ka bërë pikën plus të atyre verave që sot po pëlqehen nga profesionistët me ekspert gastronomisë. Kuzhina franceze, ndër ato që kanë perfeksionuar artin e gastronomisë, ju si keni arritur të integroni verat shqiptare në restorantet franceze? Kam arritur të integroj me historinë e tyre të rrallë që kemi. Për shembull, ne kemi vera ku familja e tyre është gjyshja e familjes së verave botrore sot. Për shembull, të gjithë rushi që ndodhet sot në Europë provjen nga familja Vitis vinifera, ndërkohë që ai që kemi në Shqipëri vjen nga Vitis biturica, që ka ekzistuar 2000-3000 vite më parë dhe mbrojtur nga romakët. Në vitet 1890-1900 bie një virues filoksera që shkatërron thuajse të gjithë vreshtat në Europë. Të vetmet vreshtat të paprekur në Europë kanë qenë tonët, sepse familja ka qenë primare, ka qenë trungu primar, ndërkohë që në kalimin e shekujve në Europë u ndryshua familja bazë e verave. Dhe kjo bëri që sot në rangun botror 99% të verave vinë nga familja Vitis vinifera, ndërsa tonat vinë nga Vitis biturica. Diçka shumë e rrallë, nuk gjendet thuajse në asnjë shtet, dhe kjo bëri plusin që në këto harta të këtyre restoranteve të kemi diçka të veçantë. Dhe gjithashtu, përveç cilësisë që vera ka, sepse është mersi shumë e mirë, ingredientet kimik janë të mersi shumë të pak, sepse na mbron natyra. 320 ditë diell në Shqipëri. Nuk ke nevojë në shumë vende as për pesticide, as për fungicide, absolutisht për asnjë lloj helmi. Ndërkohë që vende si Franca, vende si Italia, dhe pse e kanë kulturën e verave, janë të detyruar të përdorin këto produkte. Ndaj vera jon mbetet dhe në listën e verave natyrale, në listën e verave bio. Dhe kjo jep akoma një shtesë më shumë, sepse sot klienti do të qetë i mbrojtur
do të pi dhe të haj diçka me sa më pak helme brenda. Dhe ne kemi pas mundësinë, domethënë, në krijimin e historisë së këtyre verave që i kemi vënë në këto restorante gastronomike, i tregojmë vërtetësinë se ja çfarë jeni duke pirë. Mund të pish një shishe komplet dhe nesër zgjohesh pa dhëmbje koke. Këtë ta jep vera shqiptare. Pi një shishe të verës italiane, të verës franceze, nuk e besoj se do jesh në gjendje në mëngjes të fillosh punën. Alfred, përshëndetje. Cilat mendoni se janë pjatat tradicionale shqiptare që përfaqësojnë më së miri kuzhinën tonë dhe duhet të jenë në menut e restoranteve europiane? Po është një listë e madhe, realisht, po atë që unë po të them, atë që unë kam sot në restorantin tim dhe reklamoj për çdo turisti që vjen. Për mua tava kosit ngelet në pjatat, në zonja pjatat, kështu e quaj, zonjat e pjatat që reprezentojnë më së miri kulturën shqiptare. Ku lidh traditën, lidh gjitha ato produkte që ne kemi pas në shtëpi. Gjithmonë unë atë që unë them që nuk mund të ham ashtu si ja të gjyshijon, por duke dhënë identitet personale dhe moderne në njëjtën kohë, ku shija të jetë gjithmonë nostalgjike, që të kthej në vite. Pjata tjetër është për mua byreku me kos dhe pispilia, që janë dy gjëra shumë të delikate. Po të vishte rapsodia do i gjosh në një formate gourmet të vogla, si pispilia e mbushur me pras dhe hithra të egra. Atë janë në një sferë të vogël, me një kros kërkante të millit të misit, ku në një kafshat aq shumë e vogël të bën të udhëtosh në kohë dhe në shije në një mënyrë fantastike. Dhe cila mendoni se është ajo pjata shqiptare që ka potencialin për të bërë aq e njohur ndërkombëtarisht siç është sot pica apo sushi? Tani unë aty te pilafi kam bërë një sfidë realisht, kam pas punu 6 muaj, dosha me kthy pilafin në një format gourmet dhe punova shumë gjatë se nuk ja dola. Hoqa dorë dhe natë pash në ëndër dhe e ktheva. Në ashtu. Ajo që unë them, unë sot kam një pjatë që quhet tas kebab. Është një tas kebab që është marrë një pjatë që kthyer në një format gourmet, e cila shoqërohet me një krem sultiazhi të krypur, me një krem domate dhe ristret qepe dhe një filet uvicit e pjekur në garë, shoqërohet me domate konfi dhe qep zgare. Për mua, gjithë të pjatat tradicionale mjafton të përbërshje, po pjata kryesore për mua është fantazia. Ti mund të përdorësh një tas kebab, mund të përdorësh një tavë me peshk dhe pilafure se kthehet në një format gourmet. Tani po magazmon kujtimet e mia, kam prezantuar Shqipërinë në Open Balkan me një tavë që nuk është tavë peshku, i cili ishte mora idenë e tepsisë me pilaf dhe peshk fure që gjithë Ballkani e bën më së miri. E kthym në një format gourmet duke i dhënë forcë secilit shijen dhe ngjyrën e çdo lloji produkti, i cili është një rreth i bardhë me kremin urizit, një rreth i kuq me kremin domate dhe një rreth i verdhë me specin, që në mes u vënote një peshk që u drejtote me kryp, i djegur me flak dhe i aromatizuar me vaj dhe mentë.